Protestet e premtes së shqiptarëve dërgojnë mesazh të fuqishëm tek politika maqedonase, që të punojë për prioritetet për të cilat është votuar. Ky është vlerësimi i analistëve politik në vendin fqinj, Rexhail dhe Erdian Ramadani. Ata hedhin dyshime se Serbia ka ndorë në ngjarjet dhe incidentet e fundit në Maqedoni. Sipas tyre, shqiptarët nuk kanë asgjë të përbashkët me dukurinë e pranverës arabe, sepse Maqedonia është shtet demokratik dhe politikanët të zgjidhen nga votat e qytetarëve. Duhet një opozit pak më konstruktive dhe më e fortë në drejtim të rrëzimit kësaj qeverie, por me forma demokratike. Nuk na nevojiten metoda revolucionare dhe metoda dhunës. Mendoj që Maqedonia ka perspektivë që të rrëzojë këtë qeveri në formë demokratike dhe përmes votave të lira. Situata në rast se nuk menaxhohet dhe nuk po menaxhohet si duhet prej politikës institucionale, si dhe pasivitetit të faktorit politik shqiptar, i cila nuk përvlerëson sa duhet këtë gjendje, këtë potencial i cili mund të shpërthejë në një moment, mendoj se kjo po i kontribon më shumë që pranvera arabe të bëhet edhe në Maqedoni. Analistët shprehin keqardhje që partia shqiptare në qeveri, BDI, nuk ka kapacitet politik dhe ndërgjegje kombëtare që të kërkojë përgjegjësi nga kryeministri Gruevski për akuzat e pabazuara ndaj shqiptarëve. Kësaj situate i ndihmon edhe faktori politik shqiptar i cili është mjaft impotent dhe është shndruar kohëve të fundit në zëdhënës së keqës dhe në poltron. Aktorët politik shqiptar janë shumë pasov, aktorët politik maqedon duke qenë në shërbim të ultranacionalizmit vetëm se po e ndihmojnë që domethënë zjarrit të hudhet më tepër benzin, mendoj se momentalisht Maqedonia është në prag të një krize politike ekonomike. Megjithatë, analistët vlerësojnë se protestat e ditëve të fundit vijnë edhe si pasojë e mungesës së investimit në ndërtimin e mirëbesimit mes bashkësive etnike. Arrestimi i 20 shqiptarëve të dyshuar për terrorizëm mëngjesin e 1 majit solli një përshtjellim të situatës në Maqedoni, duke shtuar numrin e incidenteve etnike.